Sot do t'ju tregoj me plot gojë pakon më të bukur që kam marrë ndonjëherë. Është kjo qesja këtu dhe juve as nuk ju shkon ndërmend se ç'a mund t'jetë. Është një jastëk, është jastëku më i bukur, është gjëja më e bukur që kam parë ndonjëherë. E kam marrë tek Jastëk me ëndra. E kam parë si faqe rastësisht në Instagram edhe nuk e di se si kam përfundu në profilin e tyre edhe pash që krijonin një jastëk t'jashtëzakonshëm, o zot shumë bukur edhe e kisha shumë vështirë të zgjidhja një, po hajt thash okay se nëse do më duhet një tjetër kur të bëjmë ndonjë bebush ose për ndonjë dhuratë për ditëlindje ose kur për nipin tim që e kam si dritë, për ndonjë fest për bebat, për ndonjë dhuratë për bebin e shoqës ngushtë apo nuk e di, por realisht nuk e di nëse keni parë ndonjëherë gjë më të bukur se kjo, po unë nuk kam pa kur gjë më të bukur se kjo. E porosita, në faqen e tyre kishin të reklamuar, më duket shkronjën A, nuk më kujtohet mirë, më duket se ka dhe të tjera, nuk jam e sigurt tani. Po, kur pash të materialin si Teddy Bear, thash okay, meqense unë edhe burri të dy e kemi fillimin e emrit me shkronjën M, i kemi inicialet e emrit me shkronjën M, thash okay, po marr shkronjën M, kismet më vonë, do na duhet që të marrim jastëk të tjerë të bukur, sepse kishte o zot pralla, vërtet nuk e di, nuk pash asnjë gjë që mos më pëlqente edhe aq shumë. Domethënë gjitha më imagjino, kam qëndruar në profilin e tyre ndoshta më shumë se sa një orë për të, nuk e di, u hutova aty duke pa ato storyt, highlights, duke pa postimet, edhe pse nuk ka shumë postime. Po nuk e di, u hutova ngela aty se vërtet nuk kam pa gjë më të bukur se ky. Realisht nuk kam pa gjë më të bukur se ky. Unë që kur e kam marrë, unë e vendosa në qese për efekt të videos, po që kur e kam marrë, e kam prek mbi 50 herë, nuk e di, më pëlqen jashtë mase. Ka bërë një nuk e di, një punë t'jashtëzakonshëm, goca që merret me këtë punën. I lumshin durët, e ka qa me vërtet. Unë nuk e di, po unë i vlerësoj jashtë mase punët e dorës, ndoshta nga që merrem dhe vetë me punë dore. Edhe i vlerësoj jashtë mase njerëzit të cilët merren me punë dore edhe punojnë kaq bukur, ka bërë një perlë. Unë këtë do ta mbaj gjithmonë si për krevatin tim, edhe pse do them vërtetën, krevati im në mëngjes nuk rregullohet asnjëherë, sepse unë zgjohem, burri zgjohet më vonë, sepse ashtu i kemi punët, unë zgjohem më herët, ikën punë, edhe kur zgjohet burri ai lahet, vishet dhe del dhe nuk patjetër që nuk e rregullon krevatin. Jo që ka ndonjë gjë që se rregullon apo edhe po ta rregullonte mirë prap do ishte, por anyway, nuk është problem. Edhe krevati im rregullohet dhe sistemohet vetëm gjatë fundjavave apo në rastet kur unë nuk jam në shtëpi dhe do iki 2-3 ditë për shembull, diku dhe zoj jem disa ditë e rregulloj krevatin gjithmonë dhe ky do jetë në mes të krevatit gjatë gjithë kohës. Ky do jetë aksesori im në dhomë, dimër, verë, edhe pse është shumë tip Teddy Bear, anyway, mua më pëlqen, do ta maj edhe në verë. Si jastëk jo, se nuk do ta prish. Është shumë i bukur. Si që është shumë i bukur, nuk e di, nuk më ka pëlqyer asnjëherë asnjë gjë kaq shumë sa ky. Është i butë, është i qëndrueshëm. Unë kur porosita shkojën më, isha në M2 në fakt, kur po vendosja ç'a të merrja, sepse një moment thash ti marr nipit një dhuratë. Po pastaj mendova po sikur të porosit shkojnë më, meqense unë dhe burri kemi të njëjtin inicial. Edhe po mendoja si mund të qëndrojë shkronja M, se okay, A, B, çdo gjë tjetër qëndron, po si mund të qëndrojë pa lëvizur shkronja M? Dhe ndërkohë realisht qëndron. Nuk e di se çai ka vendos punimit edhe çdo gjë është, nuk e di, qëndron, nuk e humbet formën. Është shumë e bukur. Është realisht shumë e bukur. Jastëk me ëndra, e ka emrin faqja. Do ta lë gjatë gjithë kohës në video që ta shihni, edhe do ta lë edhe te caption.
kontaktojeni, sepse kishte vërtet perla. Nuk e di, ju mund ta shihni vetë punën e saj. Nuk ka besoj shumë nevojë për fjalë. O zotë, shumë i bukur. E për më tepër çmimet i kishte super. Porosia kam përshtypjen vonon rreth 2 ditë, sepse patjetër i duhet kohë që ta bëj, sepse kërkon goxha kohë. Ka dhe mënyra të tjera jastoj që është forma të tjera, me hën, me yje, nuk e di, me qëndisje emrash, shumë lloje të ndryshme jastiqesh, po unë këtë zgjodha. Edhe nuk jam penduar fare. Jastëk me ëndra, ti do ngelesh një nga bizneset me të cilat do kem gjatë gjithë kohës interakt në Instagram, TikTok, sepse ma ke marrë zemrën me këtë që më ke sjellë. ma ke marrë vërtet zemrën, nuk e di. Kjo është gjëja më e bukur që kam pas në dorë, të paktën këto kohët e fundit. Asnjë gjë nuk më ka kënaqur më shumë se ky jastiku që shihni ju këtu. Asnjë porosi nuk më ka emocionuar më shumë se ky. Edhe madje t'ju tregoj edhe një detaj, kur erdhi posta, edhe pash qesen, ma mori mendje direkt që ishte posta, ishte jastoku dhe e hapa në mes rrugës, domethënë nuk e pata problem fare, nuk e di, harrova fare se ku jam, edhe nga rruga kryesore deri te zyra është 5-6 metra, jo më shumë. Dhe nuk prita që të futesha brenda në zyre dhe ta hapja, po e hapa direkt në rrugë, se nuk më linte kurioziteti. Jastok me ëndrat, këmë shënduart edhe unë do jem klientja jote forever.